Ditën e mërkurë, edhe në pikët e karburanteve në Durrës u reflektuan çmimet e reja të karburanteve. Sikurse mësohet nga Bordi i Transparencës, çmimi i shitjes pakicës nën produktit gazoil të standardit EN 590 do të jenë jo më shumë se 203 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 191 lek litri. Ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit benzinë të standardit SSN do të jetë jo më shumë se 180 lek litri, por i shitjes me shumicë jo më shumë se 168 lek për litër. Bordi i Transparencës ka theksuar se çmimet e caktuara nga ky bord do të hyjnë në fuqi sot me 29 orën 11:30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në rast të shkeljes të konstatuara, theksojnë bordi nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset deri pezullimi i aktivitetit.